Analisti Sadri Ramabaja ka komentuar zhvillimet e fundit politike në vend dhe vendimin e presidentes Vjosa Osmani për të mandatuar Glau Kojnufzën si mandatar për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje. Në debat plus, Ramabaja tha se si vetëvendosja ashtu edhe presidentja Osmani kanë dhënë një leksion të rëndësishëm për ish opozitën. Edhe vetëvendosja dhe presidentja mendoj unë që sot e kanë mbajtur një leksion, sidomos presidentja opozitës se demokracia nuk është vetëm strategji politike, as nuk është vetëm kulturë politike, si që pa mësonte në debat, por është mbi gjitha edhe procedurë, ka nevojë për përcjellje të argumenteve që thjesht duhet i përfillin vendimet e kushtetutës, kushtetutën e të tjera, ka thënë Ramabaja. Familja e veprimtarit Hakim Meri ka reaguar duke bërë thirrje për mbështetje të koalicionit Lëvizja Vetëvendosje, guxoa Alternativa, të cilin e cilëson si koalicionin e Shtetit Demokracisë dhe Sigurisë Kombëtare. Në reagim thuhet se opozita është e bashkuar dhe vetëm në mashtrime, ndërsa LDK është shkryer në PDK duke humbur shpirtin dhe idealin e saj. Familja Meri apelon që qytetarët të mos mashtrohen nga patriotët e rrem, por të zgjedhin forcat që mbrojnë integritetin dhe dinjitetin e Kosovës. Në vijim, shkrimi i plot, miq, përballë një opozite të bashkuar vetëm në mashtrime, populli duhet të zgjedhë koalicionin e shtetit, LVV, guxo dhe Alternativa, të vetmit që përfaqësojnë demokracinë dhe sigurinë kombëtare dhe integritetin territorial të vendit cep më cep. Miq, koha e maskarenjve dhe patriotëve të rrem duhet të marrë fund. Ata që dikur fshiheshin pas flamurit sot janë robër të interesave personale e dosjeve të jepta. LDK-ja, dikur parti e shtetformimit, sot është zyrtarisht e shkryer në PDK, në atë strukturë të brymosur nga krime, vrasje, komplote ndaj vetë figurave të LDK-s. Rruga e re e Lumir Abdixhikut pas ka qenë platforma që e çon drejt shikut, një integrim që i thellë sa LDK-ja tashmë është vetëm emri, pa shpirt, pa identitet dhe pa ideal. Në këtë realitet të përmbysur, ku mashtruesit shpallen patriot dhe grabitqarët bëjnë fushat për moral, është koha që qytetarit të mos mashtrohet më. Koalicioni Vetëvendosje guxo Alternativa është koalicioni për shtetin, për paqen, për integritetin territorial kushtetues dhe mbi gjitha për mbrojtjen e Kosovës nga armiqtë e jashtëm apo ata të brendshëm, të veshur me flamur apo me kostum partijak, sepse sot, më shumë se kur, Kosova nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, por për njerëz drejt, të dinjitetshëm dhe të guximshëm.